jashtë politikës. Po, mendoj unë, sepse presidenti është figurë politike, nuk është që duhet me konë me nëj profesion të caktum, ose me nëj, që di... Figurë politike në base po, por jo partijake. Por, duhet me pas besimin e autoritetit politik të Kosovës, të paktën. Dhe besimi e autoritetit politik vjen nga politika. Vjen nga këto parti, vjen nga 120 deputet që në kuvend. Janë regullat për zgjedhjen e presidentit, qofse përmbushën ato, atër është në regull. Unë, deri tash nuk kam dëgju që është propozu në një figurë të cilën do të dëshonin gjithë. Ate që e dëshon për DK-ja, me siguri nuk e dëshon VV-ja, ate që e dëshon LDK-ja, nuk e dëshojnë VV-ja, ate që e dëshon... Andaj është më e udhës të gjendet pikërisht kjo figurë konsensuale që nuk i takon asë njërës parti politike. Se nuk ka thonin në Kosovë? Jo, nuk është detyre imi ata gjë, është detyre partive politike, por besoni se nuk ka të tillë në Kosovë? Në nivelli akademik ka personalitete, ka edhe në politik personalitete me background shumë të fuqishëm, por problemi është që Albini ka shumicën absolute të votave krahasuar të tjerë, ka 50% që i menaxhon, dhe nëse ka kështu, atëherë ai nuk besoj që shkel në variantin ta gjeni president i cili do t'jetë i propozum nga LDK-ja ose nga PDK-ja. Duhet me qenë i propozum nga të dyja palët, këtë rast, për të arrit numrin e duhur, dhe të dyja palët duhet me ra dakord për një emën. Në këtë drejtim, sipas vetëvendosjes dhe LDK-s po punohet. Pra, të gjendet një figurë që dhejt e pranueshme nga të dy palët. Uroj që të bëhen sa ma shpejt institucionet. Kjo është në rëndësi për Kosovën. A bëhen as bëhen, por kam një rezervë që po punohet që të bëhen zgjedhjet. Unë besoj që do të shtyhet kështu deri ka mesi i shtatorit dhe pastaj mund zgjedhet me marrëveshje kryetari i kuvendit, mund zgjedhet kryesia e kuvendit dhe pastaj të shohim a do të ketë një kandidat për president ajo. Këtë e shihni si skenarin më të mundshëm?